Organizonin përdhunimet e grave, Europol zbulon rrjetin kriminal që vepronte online, 57 arrestuar në Europë. Agjensit ligj zbatuese nga 7 vende të udhëhequra nga autoritetet gjermane e britanike dhe me mbështetje në Europolit kanë arrestuar 57 persona nga vende të ndryshme europiane. Ata akuzohen se drejtonin një rrjet online ku planifikoheshin përdhunime të grave dhe të partnerëve të tyre, pasi ajo drogohej pa dijenin e tyre. Operacioni përbashkët u zhvillua midis 22 dhe 24 qershori dhe çoi në identifikimin e 156 personave, përfshirë viktimat dhe autorët e dyshuar. Gjithsej 158 gra u shpëtuan. Hetuesit identifikuan gjithashtu 274 pista të reja hetimore dhe 4 komunitete online mizogjine të panjohura, në part të cilat po vazhdojnë hetimet në vendet e tyre përkatëse, komunitetet online dhe fenomeni DFSA. Në zemër të hetimit është fenomeni i sulmeve seksuale dhe droga, i njohur me akronimin DFSA. Sipas rindërtimit të Europolit, të dyshuarit përdorën forume dhe grupe chati për të shkëmbyer këshilla se si t'i drogonin partnerët e tyre me drogë dhe të kryenin sulmet, në disa raste duke i dokumentuar ato. Operacioni Meduza. Operacioni është pjesë e operacionit më të gjerë Meduza, i nisur në prill si një iniciativë bashkëpunuese europiane për të çmontuar rrjete digjitale që lehtësojnë krimet seksuale të lidhura me drogën dhe për të forcuar strategjinë ndërkufitare të hetimit dhe ndjekjes penale, që nga fillimi i projektit janë hapur 113 hetime në vendet pjesëmarrëse, një shifër që sipas Europol konfirmon natyrën strukturore të fenomenit, i cili është ende kryesisht i fshehur. Çfarë e bën operacionin Meduza kaq inovativ? Hetuesit thonë se këto raste nuk janë ngjarje të veçuara, por pjesë e një rrjeti të madh që organizohej përmes internetit. Sipas tyre, autorët përdornin aplikacione dhe mesazhe të koduara dhe forume të mbyllura për të shkëmbyer këshilla, për të nxitur njëri tjetrin dhe për të siguruar droga që përdoreshin ndaj viktimave. Në këto grupe online, dhuna ndaj grave trajtohej si diçka normale, ndërsa viktimat objektivizoheshin dhe trajtoheshin pa dinjitet. Mesazhet e zbuluara nga hetuesit tregojnë se sulmet planifikoheshin me kujdes dhe nuk ishin raste të rastësishme. Shumica e viktimave ishin gra, ndërsa në shumë raste abuzimet vazhdonin për vite me radhë. Përveç akuzave për përdhunim, disa të dyshuar po hetojnë edhe për plagosje të rënde dhe tentativë vrasje. Sipas autoritetet, operacioni Meduza tregoi se vetëm bashkëpunimi mes vendeve mund të godasë rrjete të tilla kriminale, dhe ndërkohë autorët që besojnë se mund të veprojnë pa u zbuluar në internet.